is 4, 2 4s are 8, was a 16, 5 4s are 20, 6 4s, 10 4s are 40. Erdhëm tani edhe do shkojmë pim një kafe te Costa, ndërkohë që Evan bën futbollin. Fërë shumë erë, dje 20 gradë, sot tash është 9. And this is going to be the best day ever. Yeah. Edhe po vazhdoj me pazarin tani. Shumë është. Djath. 1, 2, 3. Squeezy pouches. 1, 2, 3. Tani ky që është garden bed, që është goxha i gjerë, 199 pound, 200. Për mendimin tim është amazing price. Edhe 150 pound later, here we are. 147 më saktë. Erdhëm në shtëpi, më falni për flokët që i kam pak si lëmsh, pak si shumë lëmsh. Mirë, po dita niset çik vrullshëm sot. Po qëroj patate. Nisin çik vrullshëm sot, sepse mendova që të shkoja të bëja pazarin herët, sepse dihet që në momentin që ti vonohesh, ose më saktë nuk shkon herët, nuk është se gjen çdo gjë që ti do. Kjo është, dhe po shkove në mëngjes, gjen çdo gjë që ti do, më të mirat, më të frestat e tjerë e tjerë. Kështu që, yes, shkuam, domethënë Mario çoi Evani në Kopësht, në futboll. Mario çoi Evani në futboll, ndërkohë që unë dhe Bianca pim një kafe te Costa. Dhe pastaj shkuam direkt tek Aldi për të bërë pazarit e javës. Kushtuan plot 127 pound. E vogël mashurka, mendoja që i thonin vetëm koçarët mashurka. Nga gjika. Ndoshta nuk e di. Nejse, Evanin sa po e zuri gjumi. Unë, edhe pse dje u morëm shumë dhe pastruam kuzhinën me detaje, jo sipër, jo poshtë, bla bla bla. Sepse gjatë ditës unë nuk e pastroj dot me detaje, unë gjatë ditës thjesht e kam përcip tazi. Të më thonë në fondet e dukshme, sistemimin, ndërsa të shtunë të diel na ikën pjesa më e madhe çdo të shtunë të diel duke pastruar. Nejse, kjo ishte dita, le të themi, edhe dje këtë gjë kemi bërë, mirë po dolëm e shijuam çik ditën edhe jashtë. Upsi. Ndërsa sot një herë në 2 javë unë futem brenda tek pantry, tek ajo gjëja poshtë. Edhe sistemova të gjithë atë gjë në ca byrek të vegjël në furrë, sepse u bë ca kohë që i kam atje dhe po më zën ca vend kot në frigorifer. Është një kohë kaq e shëmtuar, se s'di ç'të thot. Mua merri tastiera e re. Yes, edhe tastiera është eksaktësisht e njëjtë. Jam mësuar me këtë tastierë, dhe kur ti mësohesh me një tastierë, shkruan më shpejt e tjerë, kështu që I am quite happy. Kjo e vjetra ishte thyer edhe kjo këtu, kështu që ta vëm këtë këtu. E gëzofsha. Tani unë tastierën nuk e kam qef në ato petashuqet. Dua që të ndihet tasti. Tani ky është eksaktësisht ai që kisha. Mirë po tastet shtypen shumë më butë. Wow, I'm so happy që po punon tani, pse jam kështu kaq e kuqe.
4G trades and vast Mëngjesi. I bëm gjitha punët, i rregulluam, i sistemuam, edhe tani do ikim. Do ikim sepse kam porositur disa gjëra në Primark, edhe i kam bërë click and collect, kështu që do shkojmë tash ti bëjmë collect. Edhe më pas do blejmë pak fare ushqime, nuk na duhen shumë. Jo në një gjë të madhe, fustan, 2 bluze, një fund. Mirë, i kam porositur nga 2 se nuk e di se çfarë mase bëjnë, sepse janë nga këto tip të gjëra shumë. Edhe nuk e di nëse është L apo XL, kështu që yes, do shkojmë të marrim atë. Më pas në një pazar fare të vogël, jo në një gjë të madhe. Edhe si përfundim do vim në shtëpi. Shpresoj që Evani pastaj të flej në shtëpi, sepse unë do iki në kinema dhe të shohim Djalli Vishet me Prada 200. Kështu që jupi kam Ua, që pa lindur Bianca që s'kam ikur në kinema. 6 vjet, kam ikur në 2019 për herë të fundit. Ikim. Edhe ja, kështu ikim me gjëra plot. Po, Bianca. Edhe këtej ha, edhe këtej luan. Click and collect. Do marrim dhe këto gjërat e vogla këtu. Edhe këtë çantën. Iku topi, shko kape Evan. Këto janë 2 pakot që mora, dhe u tregoj në shtëpi me patjetër. Tani po ikim te një toy shop që është këtu, me që jemi këtu në Camberley, se të mos ikim atje. Hajde Bianca. 20 pound ke makina, ti ishte 10 dhe e kisha marrë, 20 nuk e marrë. Dihet, unë gjithmonë do kem fat një jetë. Trafiku vu, Evani në zuri gjumi, edhe unë pres që ti ke të shoh filmin kinema. Aksidenti, policia, zjarr fikset, nami zi, zot na ruaj. Edhe po ju tregoja pak a shumë, po kisha harruar të press play. Wow, ver. Wow, barelën atje. Po pra ma laga shtut, nuk mund të shurë. Wow, Mario. Primark. Mario po shkon tek dyqani këtu sa të blej një shishe qumësh, ndërkohë që unë po ja u tregoj jam këtu te kuzhina sepse Evani po flet nga domendonjës. Kuale Bianca. Edhe zua që të bëjmë lash. Atëherë, fillojmë çik me këto gjërat sepse kur ti blen click and collect, domethënë kur blen që përpara i bën skip radhës dhe shkon direkt te seksioni click and collect, edhe gjërat që ke bler në dyqan dhe i paguan aty. Kështu që unë mora këto, ishin bërë 1.5 nga sa? Nga 2. U futën mes. Ti shapka me gisht i kem për t'i ndruar, kam dhe një paltu, po zakonisht ato që shkojnë në Shqipëri bëjnë kështu edhe i het. Pastaj fundja aq tek bëjnë. Bleva këto tutat e plazhit, po themi për Evanin, këto brekët e plazhit për Evanin. Edhe jam me dinozaur, janë të kuqi, ja zgjodhi Mario, 3.5 pound, 2 me 3, edhe këto. Bleva të çorape Evanit, një manikyr, këtë kështu, sepse më pëlqeu shumë konsistenca. Thjesht sa për t'i dhënë çik shkëlqim thonjve, se unë nuk pare lyej, sepse momentin që ti lanenot, ato thonjë t'ikin për shumë pak. Edhe Bianca mori këtë me xixa. Unë bleva këtë çantë, kjo ishte bërë nga 11, ishte bërë 6, o 6 o 5. Është kafe errët, nuk e di pse del si vishnjë atje, po është kafe errët. Më pëlqen shumë, është e lezetshme, unë doja të merrja një që ishte pothuajse si kjo, po pa këto bishtat. Mirë, po pastaj pash këto bishtat edhe tash s'është aq keq. Ka të zinxhirin, unë nuk bë shumë kohë që s'kam një çantë kështu të vogël. Edhe më që sot për shembull do shkoj në kinema, edhe nuk dua ndonjë gjë të madhe, çantë. Nuk dua ndonjë çantë kështu të madhe, edhe dua diçka të vogël sepse unë vetëm telefonin mund të fus apo ndonjë gjë të tillë. Madje që kur kam filluar, domethënë që Bianca ka filluar shkollën dhe unë shkoj dhe e marr, thjesht i fus në xhep telefonin dhe asgjë tjetër. Okej. Ka këtë ripin këtu. E bën dhe më të gjatë dhe më të shkurtër. Unë kështu i kam qef me thënë drejtën, kështu që it's okay.
edhe këta. Për Evanin bleva si këto sandalet, 5 pound. Ideja është do të merr edhe një palë Biancës kështu të thjeshta, mirë po nuk po i rrinin mirë ato që ishin për Biancën. Këto Evanit nuk ja kam provuar, po ideja thjesht ketë një palë për të ecur, për të sidomos për plazh, për kështu gjërash, sepse po vjen ky i nxehtë dhe ne s'kemi asnjë sandale as asgjë. Faktë, kjo ishte tash 12, më duket. Gorilla, edhe këtë këtu mbrapa. Dhe kur po dilnim pam edhe një këmish super të lezetshme, që nga edhe është material i plotë dhe i mirë. Tani, të tregoj se çfarë kam marrë unë. Tani, këto fustane do ja tregoj në fund, se këto unë besoj që është stari. Kam marrë këtë bluzën, që është kështu si katrore, e shkurtër. Okej? E shkurtër dhe presupozohet që të rri kështu dhe të jetë e lezetshme me ndonjë fund me ndonjë gjë. Kështu që unë shpresoj që të më bëj, se këtë e kam marrë lëja. Edhe unë do isha një lëjë, mirë të isha lëja, po jo. Edhe kështu që jes, do provoj këtë. Ky është fundi që po shpresoja të më bënte, nuk kishte XL si ky, dhe kishte vetëm lëja. Edhe unë e mora, fundi është super i lezetshëm në teori. Shfutur një mizë ku brenda. Nuk besoj se më bën. Jo, nuk bën. Fundi është super i lezetshëm. Ka vetë xhepa këtu dhe më pëlqen jashtë mase shumë. Mirë po nuk bën. Kështu që këtë kam kota kthej, ka 2 xhepa këtu, është super i bukur. Ndoshta s'kishte lëja, ndoshta mendova unë që domethënë X lëja, mendova unë që më bënte lëja. Nuk e di. Nuk e di, por yes, kjo nuk bën. Kështu që, po gjithsesi nga ana tjetër është ky material i kështu, që nuk po më pëlqej ka aq, por për atë që e doja unë do ishte shumë i bukur. Ne po s'bën. Kështu që kalosim këtë edhe e bëjmë gati aty. Si ajo bluza L, pas kam porositur edhe XL-n unë. Domethënë vetëm fundin s'kam porositur 2 masa i bie. Kam porositur edhe XL-n dhe cilat më rri më mirë do përdor. Tani kjo është kështu, këtu vjet koka, krahët edhe jes, është kështu. Kështu që ta provojmë. Kështu që edhe kjo është pak a shumë kështu, edhe këtë e kam menduar me ndonjë fund me ndonjë gjë. Kurse këto i mora për Biancën, një set. I thjesht, kështu, edhe shikoni çik, shikoni edhe kështu, shikoni çik sa i lezetshëm është dhe ky fundi. Kështu që thjesht për verë, thjesht something fresh, le të themi. Kështu që të provoj unë tani këtë bluzën, që nuk e di. Kjo më duhet e madhe, por let's try it on. Si jeni mirë? Sot vajtëm të Primarko, edhe Blenca Gjona. Shikoni, këtu. Atëherë, kjo është bluzja, më pëlqen shumë. Një kam çik të madhe, me thënë të drejtën, dhe ndoshta XL-ja është e madhe. Mirë po, unë doja me diçka me një fund të tillë. E di që këndi nuk është më i miri. Në një fund të tillë pak a shumë e kisha menduar këtë bluzë. Është okay, Mario? Atëherë këtë do ta mbajmë. Të provojmë bluzën tjetër. Okay. Kjo është bluzja që dukesh kështu si katrore, mirë po ideja është që rri kështu. Edhe më pëlqen edhe kjo. Provova lëja, më rri shumë e shkurtër këtu dhe unë nuk dua tjeta që shkurtër. Kjo është kështu si e mbledhur, këtë pjesën kështu të fryrë. Edhe unë tani këtë po e mendoj me një fund të zi, me thënë drejtën. Jo me këtë, po edhe me këtë nuk është se është edhe aq keq. Bëj fustanët, shpresoj që më bëj lëja, po pas bëj lëja X lëja. Besoj se kthehen, po Do mos mbasi të hapet. po edhe është shumë e midalta. Më pëlqen shumë zhurma kur hapen. Pëlqen shumë. Dhe pastaj po ja Edhe kur të vjen shumë nga syze, edhe pastaj e bën gyp. Ka një shije fantastike, shumë e lezetshme. Domethënë nuk e prisja, domethënë
që ka të tilla gjëra, po shumë e mirë, nuk do e kthej besoj, se besoj. This is one of my favorite. Kjo është lëja, Mario, po kam frikë se më rri shumë tëngë si thua ti këtu. Më rri shumë ngushtë këtu. Për tjetë këtu te gjoksi. Nuk të rigusht. Provoj dhe X-Land edhe dhe shosh, unë e ndje qik ngushtë. Po është super nice. Ky është modeli Freeman, po Freeman e kishte qik më të hapur këtu, edhe këtu e kishte qik më poshtë. Do më qik më shumë lakuriqe. Edhe më pëlqeu shumë kur e pash vjeç. Mirë po ishte 180 pound fustan, tash nga 180 vallaj, më mirë marrim këtë. Po më besoj do marr X-Land, Mario, se është më kështu. Ta provojmë dhe X-Land t'ja tregoj. Super. Ha? Super, kjo është më mirë. Edhe maksimumi që po mendoja unë, mund ta shkurtojnë qik në fund, se pas kam pak të gjatë. Që e kishte kthyer kështu brapsht. Edhe ta shikoj nëse e dua kështu high neck, ta kthej nga ana tjetër, edhe nuk janë keq, është çik uncomfortable këtu te qapa për të drejtën, edhe kthen këtë të hapurën kështu, po kështu Mario. Po, kush ka thënë? Po unë më bëj them. Aha. Ha? Jo, duket shumë nice dhe kështu. Ora, duket shumë nice kështu, vërtet, po është kjo të pengon çik te qafa. Kështu që për shembull, nëse do kisha makinën time, do e sillja çik më poshtë këtë kështu, ta ktheja çik më poshtë. Edhe do ishte shumë nice, edhe kjo ideja se xhepat nuk është se janë të lirshëm. Edhe oh, I really love this one. Ha? Është shumë e bukur. Look. A unë që pi kafe aty te lagja. Më knaqë shpirti. Ne po përgatitemi për Behan. Edhe mbas blerjes ju tregoj përpara, kemi bler një blerje tjetër. Hapo qik, Bianca, come and let me see you here, mommy. Balda first, këtu, hajde këtu. Stop, go to bed there. Hajde këtu. Let me see, now do a parade, like a model. Bravo, mama, hajde ik tash. You are like small Esmeralda. Esmeralda. A babi babën e voskën ty, zërën e babi. Kur sa mua më pëlqen këto. E dini atë, i keni dy ndonjë Godzillas, kështu lëvizën për Shqipërinë na. Sepse jena boba. Boba. Babi, po deshe, na financo. Bobo, në kanë këto. Dhe të tregojnë qik të qinta primakut, që më pëlqeu jashtë mase shumë, dhe të tjera kur do qikën kolekt nuk e ke. Për që basi ti e hap këtë, ti dalin këtë dy veshët nga brenda, dhe bëhet si një çantë normale e primakut. Shumë që very nice. Ideja është në qoftë se do vmerrni në një gjë nga primarku, shikoni edhe në një gjë online, sepse i bëni skip edhe radhës. Se si do më duket që do marr çantë me vete. Hajde, kështu. Hajde. Për momentin jam vetëm unë, se çfarë do ndodhi më vonë se jam i den. Mora kafe, nachos. Really bad. Edhe po shijoj filmin, nam. Normale ti je vetëm, unë kam zgjedhur këtë sepse jam në pozicion shumë të mirë për ta parë filmin. Mirë po, është normale 5 minuta para se të filloj filmi ti jam vetëm. Më bëne halal, se unë kam qenë 2019 pa parë film kinema. Kështu që kur doja të vija unë, pastaj u mbyllëm. Pastaj u bëm me fëmijë dhe kaq ishte. Erdhën, filluan të vinë. Versions of that to me a million times since then. But here I am, by her side. Nuk di ta shpjegoj se sa shumë pas ka pas marr malli për të parë një film në kinema. Zgjati diku tek 2 orë, bashkë me publicitetin që ishte një gjysore një në fillim. Por zgjati diku tek 2 orë. Mirë po, më duket sikur isha 3 ditë atje. Filmi ishte shumë i bukur. Historia e pothuajse e njëjtë me njëshin, por e ndërtuar disi ndryshe. Ishte shumë e bukur, shumë okay. Në një moment e shmëzuri gjumi, e pashim po më mbyllëshin të sytë, se si duket s'kisha rënë e kështu ka një qetësi le themi. Pa fëmijë pa asgjë, u harrova. I loved it.
Edhe kur të ketë ndonjë film tjetër do ta përsëris më shpesh këtë gjë. Tani do të takojmë me Marion. Edhe do ikim të marrim në një gjë të Alti për të ngrënë për fëmijët. O zot, do gjumë. Që nga diell. Bianca sot ka kolorant quhet. Fëmijët be happy. Fëmijët bëhen kështu me ngjyra ercin me vrap, bëhen me ngjyra dhe ja hedhin njëri tjetrit, i bie me pak fjalë, po kanë vende të caktuara edhe po bëjmë gati dhe ne. Tani po presim çik këtu në borë se Eva një zotri më brand. Ai është për gjumësh, prandaj bën kështu. Edhe pak fare do nisemi. Po pres dhe lavatriçën të mbaroj ta kalojnë tharse. Yes. Good. Do s'ka ste koloranti, mami? Can I show you here, mami? Sa përqind ke mo? Say nice, mami. O Bianca, ke ftohtë, mama? You cold? Okay. Oh, where's daddy? Që është gati për kolorant. Edhe do ikim, do bëjmë vrap sot. Well done, mama. Are you singing? Bianca se va a balcón. Bianca! Woohoo! Come on, run! Woohoo! Come on! Colors! Yoo-hoo! Bianca! Yay! Edhe ja ku po vjen prap Bianca. E shkreta sa u lodh sot. Come on! Woohoo! Well done! Woo! Well done, Sophie! What's that? Woohoo! Sí, señor. Bianca, let me see you. Eva, ku shkon mole? Hajde. Do t'i që u kënaqim neve Bianca, boja është pluhur edhe pastrohet, unë kisha një ide që s'pastrohet, mirë po pastrohet shkundet, se dhe unë dhe Mario bë me boj, edhe jepi. Ha zemra mamit? Ha shpirt. You look beautiful, mami. Yeah, look on the back. Oh. I'm the queen of color. Yay! High five, Zemmer! Wow! Mbaruam dhe me kolorant. Tani do ikim në shtëpi. Do ikim në shtëpi. Lahet me patjetër kjo, se shikoni si është bër. Edhe inshallah s'na kanë bllokuar. Aha, na kanë bllokuar. Are you speaking nonsense? No, my mommy is speaking lots of sense. Speak it again. Ka dharbana një pjesë të duket. Okej, mami. Po shohim filmin e atij Eduardi, Pasaportën. Did you look at that guy? Edhe në të njëjtën kohë argëtojmë dhe fëmijët. Mbasi erdhëm nga kolorant, normalisht që bëjmë një dush që të gjithë, se ishim bërë, o zoti malli. Mirë fëmijët Bianca, po edhe ne. Edhe i lava rrobat unë, nuk doja ta hidhja. Nuk doja. S'doja t'ja hidhja bluzën Biancës dhe si përfundim më bëhet gjithë rrobat pink. A mami? Look at water!